Kanë kaluar disa muaj nga përfundimi I sezonit turistik këtu në plazhin e Velipojës. Ne ndodhemi në zonën e Vilunit, pikërisht në kthesën që u bë njohur për shkak të aksidenteve rrugore. Edhe sot, barriera e ngritur është me rërë dhe goma automjetesh, ndërsa nuk dihet se sa eficiente do të jetë në vazhdim. Masat provizore të vendosura nga policia e Shkodrës, pas aksidenti tragjik të 2 gushtit 2016 ku humbën jetën 4 të rinj, në afërsi të hidrovorit në Velipoj, vijojnë të jenë të vetmet parandaluese të aksidenteve të mundshme në këtë zonë, edhe pse kanë kaluar më shumë se 5 muaj, duke qartë se nuk ka pasur asnjë angazhim institucional për ngritje një barriere të mirëfillt dhe ndriçimin e zonës. Banorët pohojnë jashtë kamerave se ndriçimi në këtë segment rrugor është I kufizuar, pasi dëmtimet që ndodhin vazhdimisht nuk riparohen. Rrezikshmëria vijon të jetë prezente gjatë gjithë kohës, pasi pikërisht tek kthesa prej 90 gradësh përfundon asfalti, ndërsa pjesa më e madhe e kësaj hapësire është e mbushur me materiale inerte, çka kufizon fushpamjen për drejtuesit e automjeteve. 2 aksidente tragjike me të njëjtën dinamik ngjarje kanë ndodhur gjatë vitit 2016 në këtë zonë periferike të Velipojës, por pavarësisht kësaj, gjithçka vijon të mbetet një gërmall me rërë dhe goma automjetësh, që vetëm barrierë për parandalimin e aksidenteve nuk mund të quhet.